Pasi ka bërë zap grupet kriminale dhe ka pastruar policin nga shefat e inkriminuar, drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda ka urdhëruar aksionin e vendosjes së gjobave masive ndaj drejtuesve të automjeteve, duke zhvatur qytetarët edhe ata që zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Fillimisht u mendua se gjobat po vendoseshin për të mbushur arkën e policisë para mbylljes së vitit, me qëllim pagesën e orëve shtesë dhe trajtimin ushqimor të policëve. Por sipas informacionit të ardhur në pamfleti nga burime brenda drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, urdhrin për të vendosur sa më shumë gjoba, Ilir Proda e ka marrë nga ministri Albana Koçiu, ndërsa kjo e fundit nga kryeministri Edi Rama. Urdhri është lënë për zbatim policisë të qarkullimit rrugor me ultimatum që të vendosen sa më shumë gjoba dhe në vlerat financiare më të larta të përcaktuara në kodin rrugor. Ky aksion furtun gjobash ka si objektiv që brenda datës 31 janar 2026 jetë grumbulluar vlera financiare e bonusit të pensionistëve. Pra nëpërmjet gjobave që do t'u vendosen qytetarëve të rimbushet arka e shtetit. Aksioni i vendosjes së gjobave në masë edhe kur qytetarët ecin dhe parkojnë sipas rregullave të qarkullimit rrugor, ka filluar në çdo rrugë, rrugic, mjedis publik dhe obor pallatesh, pa dallim nëse respektohen apo jo rregullat e qarkullimit dhe parkimit. Çdo stacion, komisariat dhe drejtori policie ka një plan gjobash dhe për realizimin e këtij plani është ngarkuar policia rrugore duke i caktuar çdo punonjës i policie një numër dhe vlerë gjobash që duhet u vendosen automjeteve. Aq barbar është bërë ky aksion gjobash policore sa për shembull në rrugën Myslimshyri, ku ka shumë dyqane këto ditë festash dhe në prag të vitit të ri, shihen qytetarë të ngarkuar me mallra që ecin në këmbë nga frika për të ndaluar makinën edhe për pak sekonda. Kjo sepse policët u shfaqen menjëherë me blok dhe celular në duar, gati për të vendosur gjobën.